pa e cënuan në thelb shumë atë, megjithatë na i kthyn gati të pa përmirësuar fare. Dhe aty delegacioni pak mori mbrot, mori telashe për faktin që një pjesë e delegacionit sikur kishte gatishmërinë për ta nënshkruar marrëveshjen. Pjesa e UÇK-s ishte absolutisht kundër, që ashtu në çatë strukturë me atë që na kishin sjell nuk nënshkruhet marrëveshja dhe shefi i delegacionit bashkë me ne të tjerët u dakorduam që të kërkojmë një pushim, ta them pushim ose një kthim në Kosovë për të pyetur edhe një herë ata që vdisnin istikameve, komandantët e zonave dhe ushtarët, që jeni për ta nënshkruar këtë me këtë përmbajtje marrëveshore apo sjeni, dhe një herë na kundërshtuar shumë, nuk bëhet kjo gjë. Megjithatë, i kështjellë erdhi e madhja Albright që ka merita të jashtëzakonshme për lirinë tonë, dhe aty ajo hapi portën për të ardhur ne, dhe na tha jo 2 javë, po 3 keni djemtë e mi. Shkoni dhe erdhëm ne, dhe ju tham që ne nuk e bëjmë, po e bëjmë rastësisht të gjë, po shkojmë për të marrë agreementin, për të marrë lejen logjike për ta bërë nënshkrimin nëse do të vim pjesën e dytë pa pasur ngarkesë. Dhe kështu ndodhi. A kishte presion nga komandanti? Realisht nuk kishte më presion. Nuk kishte presion, na e lanë barën dhe ndërgjegjen tonë që ta bëjmë apo të mos e bëjmë. Dhe për ne ishte shumë e rëndë. Duhet ta llogarisim këtë sepse aty luhej një plojë e loja jashtëzakonshme dhe luhej me fatin e Kosovës. Dhe kjo duhet pasur shumë kujdes. Për këtë gjë, po e them që meritën kryesore, pa e shmangur meritën e të tjerëve, e ka zoti Hashim Thaçi. Sepse diti me jashtëzakonshmëri të krijoj miqësinë me ata të cilët do duj krijuar. Me ardhen e zonës Albright në Kështjellë, ai u takoi pari me te, dhe ky takim me te ishte qysh e thot më vonë, edhe James Rubin e shpjegon se si është krijuar miqësi dhe ajo afërsi e tyre, dhe kujdesi i tij me sens të jashtëzakonshëm diplomatik e bëri që ne ta kemi mbështetjen e jashtëzakonshme dhe pa kursyer të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse po të mos ishte Amerika, s'do të ishte NATO-ja. Kështu që ne patëm fatin pastaj një ditë mas u takuam me zonën e madhe, të shkojmë dhe të takohemi në Mons me Gjas, më vonë kam marrë vesh,